Përshëndetje edhe ju që jeni prezent me këtë studio live në formatin më të ri Super Sfida! Për emisionet e kaluara ishim dëshmitar të një lufte, një duel të pazakonshëm, lojtarët dhanë shumë shka për garën e tyre, mirë po në çdo emision ka vetëm një fitus, atyre që kanë humbur, ju urojmë fat në lojra tjera, ndërsa sonte kemi të ftuar dy ekipe shumë interesante sepse janë konkurrent shumë të mëdhenj në fushën e tyre, ata janë Kosova Press dhe Index Online. I kemi këtu në studio të Super Sfidës. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. E kemi nga Index Online Arsim Popaj, Alban Muaxherin dhe Durin Xhema. Ndërsa nga Kosova Press është Teuta Gashi, Leutrin Syla dhe Dardan Hoti. Këto janë dy ekipet që do të përballen sonte në sfida të ndryshme. A jeni gati për lojë? Gati. Gati. Kena ardhë me moto, kena ardhë na këto. Index Online i ka ardhë me moto. Cilën moto? Për barazim a për... Të gjitha ekipet janë njësha për vendin e dytë. Atër... Dërsa unë e një si ku më thonë, ma herët kur ardhëm që du të mjë ardhë mare më mujtë se jam e vetë mja femër. Edhe nata këna këthy. Albani për lojës dytë e në gjetë perikën. Gjithsesi, kjo studio, kjo sken është për garë, kjo studio është për luft, se cili këtu le ti tregoj shkallësit, forcen e ti e mbi të gjitha. Duhet pak edhe inteligencë, duhet pak edhe një strategjin loja, duhet a deni kur zedhet lejtari për cilën lojë të përshtatni për fitore. Atëherë, le të shojmë se cila është loja e parë për këtë mbrëmje. Top. Në mesën e fushës vendoset topi i basketbollit dhe dy garuesit duhet ta godasin atë me topa të tenisit për ta shtyer topin e basketbollit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Garën e fiton ai i cili i pari fiton 3 raunde. Loja ka 5 pikë. Si që e pom edhe në prezentim, loja e parë është top, është një lojë për nxemje, kush do të luaj nga ekipi i Arsimi dhe Leutrimi. Shkojmë të fusha, le ta shohim këtë lojë të parë. Po ju keni drejt të ndihmoni, të shërbeni topat. Loja po fillon për 5, Gati, e ndëgjoni countdownin edhe startoni. 1. Loja starton. Shojmë se cili prej këtyre dy ekipe do t'jetë më i sakt, mund t'ja nisni kur të doni. Shojmë se cili do t'jetë më i sakt në hedhjen e këtyre topave të tenisit, a do t'jetë Leutrimi apo Arsimi. Si më duket shumë të ngurt janë të dy garuesit, edhe pse Leutrimi e fiton raundin e parë. Gjithçka është gati edhe për lojën e dytë. Le të startojmë lojën e dytë. Nisin garuesit edhe me lojën e dytë, shohim nëse cili prej tyre do t'jetë më i sakt. Është Arsimi më afër momentalisht, disi të dy garuesit janë duke ngurruar. Duhet ta gjuani topin pak më fort, ndoshta. Lojën e parë fitoi Leutrimi. Shohim nëse Arsimi do të arrijë që ta parazoj rezultatin dhe ka arritur. Arsimi sakt, lumt Arsim, bravo. Qoftë se jeni gati, mundemi të vazhdojmë edhe lojën e tretë. Rezultati është 1-1, apo? Startojmë me raundin e tretë, është 1-1 rezultati, kush e fiton këtë është fitues. Start.
Atëherë startojnë dy garuesit, shohim se cili është më i suksesshëm në këtë raund të tretë. Arsimi është më afër momentalisht. Shohim se cili prej tyre do ta afroj, do ta largoj më shumë topin e basketbollit. Cili do t'jetë më i suksesshëm është Arsimi momentalisht që është më afër. Bravo, hajde jepe. Publiku duhet jetë më përkrahës në këtë garë. Shohim nëse duhet trokitjet e publiku do ta lëvizin topin pasi që dy garuesit shumë larg. Leutrimi dhe Arsimi. Momentalisht baraz 1-1. Bravo. Ja, Leutrimi e qëllon topin, shohim nëse do ta kapërcej vijën. Topi i basketbollit e ka një vend të preferuar aty në fushë. Bravo. Shkojmë me një duart trokitje pak më të përzemër, të lutem, pak motivim. Për ta dy garues, ja Leutrimi, shfrytëzon këtë dhe ka fituar. Qoftë se jeni gati, mund të vazhdojmë edhe raundin e 4. Startoni. Atëherë gjithçka është gati për raundin e 4, shohim çfarë do të ndodhë në këtë raund të 4, Arsimi shumë afër. Megjithatë, Leutrimi kthehet dhe largon topin nga vija fatale. Koncentrohu pik. Arsimi edhe një rrezikon që të shënoj pikë dhe ka barazuar. Ka barazuar rezultatin Arsimi. Ej, 2-2. Kam vetë edhe një rond. Ja raundi që do të na tregoj fituesin për këtë garë. Arsim, përshëndrohu, Leutrim, e keni edhe një round. Jeni gati. Publiku, lojtarët janë gati, edhe ne jemi gati. Start! Atë raundi final, kush do t'jetë fitues i kësaj gare? Momentalisht është Leutrimi që është më afër. Megjithatë eviton rrezikun Arsimi atje. Dhe tani rrezikon që ta fitoj edhe pikën e ardhshme. Një luftë të vërtete fort dhe dramatike. Bravo, Leo! Shohim se kush është më afër që ta fitoj këtë pikë të fundit që do ta sjell fituesin e garës së parë. Arsimi është më afër që ta fitoj pikën e radhës. Dhe topi ka mbetur në mbi. Topi është në kufi. Vazhdon loja. Leutrimi rrezikon që ta fitoj këtë pikë 2-2 momentalisht rezultati. Një lodhje i ka kapluar garuesit. Shkojmë me ca për kraje, ju lutem. Index Online dhe Kosova Press në luftë. Ball për ball. Ja Arsimi shumë afër që të e fitoj edhe këtë pikë, i nevojitet pak më shumë precizitet. Largohet topi nga Leutrimi. Dalet në gjysmën e fushës. Krejt që ka nevojitet tani është preciziteti. Nga Arsimi apo Leutrimi? Nga Leutrimi. Dardi. Rrezikon që të e fitoj këtë pikë. Kjo loj po zgjat pak më shumë. Për shkak të lodhjes që Arsimi ka fituar. Arsimi ka fituar pikën e tretë për t'ja dhënë fitoren në këtë garë ekipit të Index Online. Nuk ja japin dorë. Mbaroj edhe kjo sfidë shumë interesante. Ishte një nxemje për lojtarët. Më marrëveshje, kjo është marrëveshje. Arsimi i solli një fitore ekipit të vet, Index Online, le ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është 5-0. Fillimi, 5 parat. Vetëm fillimi. Një 5 që? Tjera në kajmak. 5 me hiq, le ta shohim se cila është sfida e radhës.
e paqartë. Neve na shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar. Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por i pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pikë. Nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pikë fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pikë është edhe fitues i kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pikë. E pam edhe prezentimin e lojës së dytë e paqartë. Kush do të luajë nga Index Online dhe kush do të luajë nga Kosova Press? Ne kemi zgjatë Albani. Albani dhe Teuta. Teuta që Atëherë në qoftë se jeni gati mund të fillojmë apo? Lojën e keni kuptuar? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë gjithçka është gati për këta 2 karues. Unë ju kisha sugjeruar që t'i afroheni më shumë gongut që të jeni sa më të shpejt, derisa po zbulohet enigma në fotografi, të shohim se çfarë do të jetë i fshehur prapa kësaj logoje. Është Teuta që ka reaguar më shpejt. Teuta ishte para që shtypi gongun. Logoja e televizionit Alsat. E sakt, përgjigja është e Si Albana e mirë. Randi i parë për Kosova Pressin. Jeni gati? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E të shohim tani se çfarë po fshihet në këtë fotografi. Kush është apo çka është e fshehur aty? Cili prej 2 karuesve do të jetë më i shpejt, Albani apo Teuta? Momentalisht të dytë janë në koncentrim maksimal, duke e pritur kthjellësimin e kësaj fotografie. Asnjëri as tjetri nuk e ka guximin pasi që mund t'i humbas pikët. Kush është i pari? Po të në e mërë. Me gabim. Teuta ishte e para që shtypi gongun. Okej, atëherë është Fatosi, aktori Fatos kryesi. Fatosi, përgjigja e saktë. Fatos Kryesiu. Që nëse nuk gaboj, ka qenë në një prej emisioneve të mahershëm të ju. Ka qenë edhe... Si Ka Albani. qenë shumë. Loja po fillon për 5, Ka që shkema si... 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohim nëse skuadra Index Online do ta gjejë së paku njërën. A do t'jetë më i shpejt Albani këtë herë dhe përkundër protestave në raundin e kaluar, ishte më i ngadalshëm. Çka fshihet në këtë fotografi? Është Albani. Albani ishte i pari që shtypi gongun. A Albani. je sigurt? Po, 100%. A duhet na ndihmë publikut, a telefon publikut? Alban, kujdes Më me... herë të kësë është. Me cili numër na. Albani ja përgjigjen, logo edhe të kës. Përgjigja e saktë. Po fitus jemi... Fitues i kësaj sfide është Teuta. Le ta shohim edhe rezultatin. 5-2 për Index Online. 2 pika. Si kore. Si shumë mundu. Ka 2 pikë kejtë fitu. Ma mirë 2 se heq. Ma mirë 2 se heq, ashtu që shtatë edhe Teuta. 2-2-2 edhe vje fundi i fitores. Po. Për neve. Loja e radhës është kjo. Vrapimi me pengesa. Garuesi duhet të vrapoj me këmbë të lidhura dhe t'i kaloj 2 pengesa. Të 2 garuesi startojnë në të njëjtën kohë, por ai i cili i pari bën 2 xhiro kthehet te vendi i startit, aty ku e pret thyerja e 20 vezëve me kokë. Garuesi më i shpejt është fituesi i lojës. Kjo lojë ka 5 pikë. E pam prezentimin e lojës së radhës, vrapimi me pengesa,
kush do të luajë nga ekipi i Kosova Press dhe Index Online. Dardani dhe Arsimi, dy garues të kësaj sfide. Dardan. Po njëm i madhë më nësë mi mlon 3 herë? 3 herë. Në qofë se jeni gati, atëherë. Je gati? Arsim? Hajde Arsim. Gati jem. Natyrisht që edhe publiku është gati për t'i mbështetur. Ta presin, ta ndanin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisen dy garuesit. Arsimi po kërcen si lepur. Mirë po është para Dardanit momentalisht. Shikojeni se çfarë nga Arsimi, i cili e ka kryer rrethin e parë. Duhet ta bëjë edhe një rreth Dardani. Vazhdon Arsimi drejt pengesës së dytë, duhet ta pres Dardanin që është më i ngadalshëm. Arsimi shumë afër vezëve. Ja tani çojmë se kur do t'jetë më i shpejt në thyrjen e vezëve. Momentalisht kryeson Arsimi, shikojeni se me çfarë entuziazmi. Po i thënë vetë e ka kryer. Ka fituar Arsimi. Një garë fenomenale për ekipin e Index Online. Bravo Arsim, fitore për ekipin e Index Online. Le ta shohim rezultatin. Rezultati është 10-2. Para se ta shohim se cila është sfida e radhës, ne duhet të shkëputemi për një pauzë të shkurt. Qëndroni me ne, rikthehemi shumë shpejt. Kthehemi pas një hapësire publicitare në arenën e formatit Show Entertainment më të riut Super Sfida. Në këtë show sante garues janë ekipi Index Online dhe ekipi i Kosova Press. Rezultati deri me tani është 10-2. Le ta shohim se cila është sfida e radhës. Hedhja e varseve të rrobave. Lojtari mban në dorë 10 varse dhe nga një largësi prej 2 metrash, i hedh ato në një shufër të vendosur horizontalisht në mënyrë që t'i varë ato. Lojën e fiton ai që varë më shumë sosh. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 3 pikë. E pam edhe prezentimin e lojës e radhës. Varja e varseve, kush do t'jetë sfidant i radhës? Durimi për qesme. Durimi edhe Teuta. Se i pari do t'lunë Durimi. Durim, A bon meri të varse. uta me lujtë e para? Ban me randin tjetër që se me t'i varës. E mirë, ke s'ke bo me që Te randin utu tjetër. më nova me talion ku? Prej mesin shto, prej a? tjetër, po. Veç pak t'i maju me steli. Për qëndrim, koha nuk e ki të limitune. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, Që është ta shko Një. më në qëve. loja starton. Durim mos e shkel vijën. O dur që ati majmë? Tentimi i dytë i durimit i pasakt, mos e shkel vijën. Dore, mosën po dore. Ani, e mirë ke Mosën vija. po dore. Është në Përshëndroj. tentimin e 4 durimi, duhet dore. të ketë më Përshëndroj. shumë durim. Përgja. Ti Të quaj provoj mund çdo nga shto. dalë ato varset që të jetë sa më i sakt. Edhe një tentim i pasakt për durimin. Po të shame shtia. Publiku
është qetësuar paksa duke pritur durimin që do ketë sukses. Edhe një tentim i pasakt, ndoshta nuk po ka durim të mjaftueshëm durimi. Edhe një tentim për durimin, edhe një tentim i pasakt dhe ja tentimi i fundit. E mbyll këtë garë pa asnjë pikë durimit, shohim se çfarë do të bëjë Teuta. Emrin durim, po shumë i shpejt. Hiç. I kom go Bruce Lee. A mundem e mja Teuta e ka radhën. Teut. Po mundemi një ndimu. Asnjë mos më shti. Teut përqendro. Mos në zeta përqendro. Asnjë mos më shti. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë të shohim se kush ka punë më shumë me varse në shtëpi, Teuta apo durimi. Teut. Tentimi i parë. I Durim pasakt qas për Teutën, do të shohim në tentimin e dytë. Shumë afër Teuta që ta qolloj varsën, ja dhe tentimi i saj i tretë. Është duke përdorur një strategji pak më të mençur se durimi, pasi që po i ndreq varset. Po e ndreq kahjen e tyre dhe ja tentimi i parë i suksesshëm. Për pak ta qëlloj edhe të dytën Teuta për t'ja fituar 3 pikë të reja skuadrës së vet. Kanë mbetur edhe 4 varse skuadrës Kosova Press. Me qenë se durimi Index Online nuk e ka qëlluar asnjë. Teuta veç e ka fituar këtë garë. Ja dhe një gjuajtje precize nga Teuta. Luta, me apë qatë misht, atës. 2 varset e fundit. Dhe ja varsja e fundit për Teutën, shohim se çfarë do të bëj. Koncentro. Për pak të arritë qëlloj edhe të tretën, megjithatë ka fituar këtë garë. Gjithsesi, Teuta i dhuroi ekipit vet pikë për këtë lojë, ta shohim rezultatin. Si duket rezultati është 10-5 për Gjithmonë po Index mbi këto Online. lojt me pak pikë të bëjam. Me potencial. Ju presin edhe sfida shumë tjera, sfida që kanë pikë më shumë. Le ta shohim se cila është ajo e radhës. Ping pong. Kjo loj luhet në shift. Njëri duhet ta shërbej bashkëlojtarin e tij me topa, kurse ky i fundit duhet i pres ato dhe t'i fus në shport. Loja zgjat 2 minuta. Fituesi i lojës është ekipi që ka futur më shumë topa në shport. Kjo loj ka 10 pikë. E pam edhe sfidën e radhës, ping pong. Kush e ka dorën më të butë, apo si quhet në basket? Ekipi i Kosova Pressit, le të filloj gara me juve. Djemë po lujnë. Volujmë djemë. 2 djemë po luajnë, ping pong. Në qofë se jeni gati, na njoftoni, gati. Cila është pjesa më e mirë? Ndoqit luni ping, ndoqit luni pong. Kryesorja me hu. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Është ekipi i Kosova Press që do të tentoj i pari të qolloj sa më shumë topa, ja topi i parë për leutrimin. 2 minuta totali kanë të dyja ekipet, ja dhe topi i dytë. Leutrimi dhe Dardani. Topi i tretë për leutrimin. Shohem se sa topa në përgjithësi do të arrin t'i qëlloj në sport. Rëtëlloj reketën. 1 minutë e gjysmë deri në fund, deri tani 4 topa në sport për skuadrën e Kosova Press. Edhe i pasti leutrimi duket shumë i ftohtë, megjithatë shumë i saktë. 1 minutë e 15 sekonda deri në fund. Kërkon shpejtësi më të madhe nga Dardani për të qëlluar sa më shumë topa, deri tani janë 5 në pyetje. Hajde, jepi. Do të jenë më të saktë në të që po vije që është minuta e fundit e kësaj sfide.
Ma i sakt, hajde. Ja, topi 6. Dhe i 7. Tani si shduket ja ka marrë dorën Leutrimi 8 topa në shport. Shumë afër çdo që lloj edhe topin në 9. 40 sekondat e fundit për Kosova Press. 8 topa deri tani për skuadrën e Kosova Press, ja dhe topi 9. Po i afrohemi fundit të kësaj gare, 9 topa të qelluar për Leutrimin dhe Dardanin. 20 sekondat e fundit. Shohem se a do të arrijë edhe topi 10. Po i afrohemi 10 sekondave të fundit dhe 11. Hajde, dhe një! 2, 1. Të shohim tani se sa topa janë në shportenis. Leutrimi Tu t'jemi këtu edhe na me i numëro. 5, 7, 9, 11, 12 topa. 12 topa për skuadrën e Kosova Press. Kosova Presi, Leutrim shumë bukur. A ke lujt ma heret këtë loj? Ma hall. Atëre presim edhe ekipin e Index Online, kush do t'luj nga këta? Albani dhe Arsimi. Albani po shërben, ndërsa Arsimi është ai cili do të provoj për shënim. Gjithçka është gati edhe për ekipin e Index Online. Jeni gati? Mund të startojmë? Publiku është gati, sfidantët janë gati. Le ta presim Loja ta po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Janë Arsimi dhe Albani ata që do të synojnë të qëllojnë më shumë se 12 herë në sport. Shumë mire ka nisur me topin e parë në sport. 2 minuta kohë për këta 2 garues. Vetëm një top deri tani. Albani duhet jetë më i saktë në shërbimet e tija. Ja dhe topi i dytë. 1 minutë e gjysmë për topi i 3 dhe i 4 për Index Online, ja dhe topi i 5. 12 topa në sport i ka Kosova Press. 5 deri tani për Index Online. Ja dhe i 6. 1 minutë e 15 sekonda dhe topi i 7 dhe i 8. Shumë afër që ta kaloj kundërshtarin ekipi i Index Online. Ja dhe topi i 9. 9 topa deri tani, minuta e fundit e kësaj sfide. Ja dhe topi i 10. Edhe i 11 dhe i 12 barazohet rezultati. 48 sekonda për ta kaluar dhe ka arritur. 14 topa deri tani dhe e fitojnë të garë skuadra Index Online me 35 sekonda para se të përfundoj. Një fitore e dukshme për ekipin e Index Online. A është e dukshme? Arsimi i solli fitore ekipit të vetë. Gjithsesi edhe Albani, shërbimet ishin shumë nivel. Le ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është 20-5 për Index Online. Të fitojnë me mendje të ndritur. Drejt në fitore. Le ta shohim edhe garën e radhës, cila është ajo. Bartja me symbyllas. Garuesi me symbyllur duhet t'i bart pijet në përpengesa dhe gjatë rrugës duhet t'a gjej pijen për t'a pirë. Derisa bashkëlojtari i tij duhet t'a orientoj me fjalë. Kjo lojë zgjat 2 minuta. Garuesi që bart më shumë pije është fituesi i lojës. Kjo lojë i ka 10 pikë. Bartja e pijeve. Një garë e re, garë interesante, bartja e pijeve. Kush do të luaj nga ekipi i Durimin. Juaj Durimi. Durimi është ai që mbyll sytë do të luaj. Durim. Po. Këtu është veni jot me startu. Këto. Po. Edhe
edhe ti, Alban, duesh me ndimu? Kalzoni ato. Cili e orienton për juve? Alban, cili më kalzon ka me jetë. Qume të orienton? Gati jemi, publiku është gati, durimi është gati, e të më gara. Durim, mullu pak ma poshtë. Mullu pak ma poshtë me shku shpi. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atër gjithë që është gati për këtë sfit të radhës, të shojmë se cila skuadra të tjetë më e suksesme për bartjen e lëngjeve. 3 minuta gjithsej për të dy skuadrat. Do të shojmë se sa do të arri durimi që ti bartë në shport. Arsem? Drejt. Majtas, Majtas, a? Ec, majtas. Majtas. Shto, Majtas. Ka dal një be, më së më bëni vani be. Nal, majtas. Kujdes e ki pëngese. Kujdes që me koma të e kalojsh. U krymet e kreve, edhe me të majten. Vazhdo. Ec. Ka pak të ju këthyt majtas. Ec, jo shumë. Ma shpejt. Ec. Edhe pak, ec. Edhe pak. Nalo aty, ndalo. Ktheo. Ullu ka dal. Që aty... Bravo. 2 minuta kanë mbetur për durimin. Shpejt, durim. Shumë e sheshme. Hajde, ec. Vazhdo. Mirë, ec. Pak ma gjalltas. Mirë është. Ec. Ec ma shpejt, se largë ki. Ec. Hajde. Ullu, kujdes. Ullu. Kalo. Mirë, ec. S'kine ma ka shumë. Irania. Që të si publiku duhet të ndëgjën komandat, duhet të jenë sport. Majtas, në s'pabish. Komplet, majtas. Majtas. Që të si publiku i lutëm, që të si. Qashtu drejt. Ec. Minuta e fundit. Fotja, gjuj. Shko shpejt. Es të albon, es është drejt. Es ma shbejt, es e largi. Shumë po të utesh. Hajde, Hajde. Durimi me disa probleme që ta gjej anën e majt. Shmojnë. Drejt, ma djaltës. E ki pengesën, kujdes e ki pengesën. Ma majtas pak. Bravo. Ajtes, majtas ka pak, në shko djaltës. Ec, shpejt, se s'ka kujgjo, ma shpejt. 22 sekunda dherë në fund. Shpejt. Logja. Shpejt, se s'ka kujgjo. 14 sekunda, 13, 12, 11. Mos ullë shumë, qu. Ma shpejt. Me njerë djaltas. Majtas. Shumë ka zërë kime bas. Bravo, jo më nuam. Bravo, dërëm. Ta një radhën e ka Teuta do t'i mbyllë sytë. Vetëm t'i largojmë langjet nga shporta, langjet e Index Online. Gati, Dardan, Teuta është gati. Dhe ta presim edhe kamponin për të startuar të loj. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. A i ke mirë që shtu? A mundës në majtë? Ju lutë nga qëtësi publiku se nuk i ndëgjën komandat nga Dardani. Qëto të brylli pak ma majtas. Cilën? Atër 3 minuta dhe për skuadrën e Hajde. Kosova Press. Shojmë se sa lëngje do t'i marrë në raundin e parë, në gjirun e parë, Teuta duket se Dardani ka numruar lëngjet Index Online. Hajde, vazhdo. Dardan, të lutem reprej ato jep komandat me zdo marrë. Jo, vazhdo drejt, hajde vazhdo drejt. Dardan, të luta. Okej, vazhdo drejt. Edhe pak drejt. Pak ma të gjallë, vetëm pak. Vazhdo drejt edhe pak. Mas ne e kini pengesën. Edhe pak, drejtohu edhe pak. Drejtohu këtej majtas drejtoju.
Afroju edhe mas një e ngrit kombën. Hajde, vazhdo. Tash qoj kombën, kujdes, mirë është. Hajde edhe tjetrën. Vazhdo, drejt. Hajde drejt. Majtas. Kujdes, 2 minuta kanë mbetur për skuadrën e Kosova Press. Mirë është, vazhdo drejt. E ki karikën, shkon pak ma në gjatë. Vazhdo drejt, hajde, jepe. Drejt, hajde, se veç nuk ki pengesa, drejt. Veç vazhdojnë. Veç vazhdo dhe pak, ktheu majtas kthehësh. Drejt. Kthesh majtas, të ut majtas. Hajde vazhdo tash, vazhdo. Jo, vazhdo. Qyshi e drejt. Qashtu, vazhdo dhe pak. Drejt, apo? Edhe pak drejt, mas një anën e majtë e ki këto. Ktheu tash, ktheu krejt komplet. Afro të pija. Jo. Edhe pak, se largë e ki. Vazhdo drejt. Edhe pak, vazhdo. E tash ma të majtë e ki ato, qashtu, mirë është. E prejke? Hajde kape. Në regull është, hajde. Apo mundesh? Një minut deri në fund për skuadrën e Kosova Press. Hajde, vazhdo. A do të arri Teuta që ta përfundoj langun dhe të i dërgoj langjet e saj të shporta. Edhe 45 sekonda. Hajde, vazhdo, 45 sekonda. Drejt, nisu, shpejt. Ma shpejt, drejt. Nuk i pengesa, ma shpejt. Drejt, hajde, vazhdo, drejt. Vazhdo, edhe pak e ki pengesën, kthejnë të majtë, veç pak. Qashtu, hajde, vazhdo. Mirë është, vazhdo edhe pak. Tash mund është mu ullë. Ullë se ki me kalu. A shumë lak? Hajde, jo, edhe pak, qashtu, vazhdo, mirë është, hajde, qu, hajde, vazhdo drejt, kthejnë të majtë, qashtu, edhe pak, tash e sheme kome prek, 15 sekonda dhe në fund. Jo, mësë të qatu, qoj. 10, 9, 8. Mirë është, mirë është. 2. Bravo. E tash të shojmë se kush i ka fituar pikët. Tani edhe i numrojmë. Qipjo ma shumë. Nuk këm pa ma tërë në herë. Shumë tërë në gojë. 12 copa janë për ekipin e Index Online. 12 lëngje për skuadrën e Index Online. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 për ekipin e Kosova Press. Bravo, Dan. Teuta, shumë bukur. Fala. Mirë kalzajsh. Teuta që 2 loj i fiton nga durimi. Bravo, Teut, shumë mirë. A peshet Teut. Kjo fitore i takon ekipit të Kosova Pressit, le ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është 20-15 për Index Online. Teut. Me nëzi, s'po pres, a kemi drejtën me folë, me komentu pak. Me nëzi s'po pres me pa vetën, sa larkë e këm që kamën qëto, a? Qkaq? Jam të e paramendu për mi, kështu krejt. E kom kalu një asi. Pra të ndëruar miq, para se ta shohim se cila është loja e radhës, duhet të shkëputemi për pak momente një hapësirë publicitare që ndroni me ne para ekranit të Super Speeders. Po kthehemi nga kjo hapësirë publicitare, të nderuar teleshikus, ju që sapo jeni kyqur në ekran, ju njoftojmë që në këtë garë të sotme i kemi 2 ekipe shumë interesante, janë konkurrent në fushën e tyre, por me të vërtet edhe këtu në Super Speed po tregojnë një konkurrencë të madhe, Index Online dhe Kosova Press. Rezultati është në favor të Index Online. Ta shohim se cila është loja e radhës dhe sa pik i ka ajo lojë. Basketbol nga Kolovajza, luhatësja. Garuesi luhatet në Kolovajz dhe gjatë luhatjes ai e merr topin në këmbë dhe gjua në kosht për të shënuar. Gjuajtjet bëhen vetëm me këmbë. Lojën e fiton garuesi që shënon më shumë kosha. Loja zgjat 2 minuta. Kjo garë ka 10 pikë.
Sfida e radhës është basketbol nga Lohacia, një kombinim shumë interesant në mes dy sportev apo dy gjërav që sa kemi qenë tri, se cili me siguri që jeni luhatur, por këtë lojës besoj që keni lujt ma herët. Ekipi i parë luan Index Online, Hajde, Alban. shkojmë deri te basketbolli. Eja, po vene me bërtit për neve, hajde tifo. Hajde tifo me bërtit për neve, hajde. Alban, ti po shënon, apo? A bën me afru Albani të lojën pak ma nga. Durimi i shërben me topa, ndërsa arsimi është ai i cili e bën Hajde provojë luhatin. njëre. Hajde provojë njëre, hajde. Në qofë se jeni gati, na njoftoni. Qëte? Hajde, njëso. Albani është gati, Albani je gati? Po, gati. Albani e gati dhe ekipi Index Online është gati, edhe publiku është gati. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atër 2 minuta i ka Albani dhe ekipi ti që të qëlloj sa më shumë topin në rreth. Shohim se sa herë do ta bëjnë këtë brenda 2 minutave. Fati madh për skuadrën e Index Online është që durimi nuk është duke i gjuajtur topat. Tentimi i dytë i Albanit ishte më afër, shohim tentimi i tretë. Shumë afër është tani Albani, duket se veç i ka kuptuar lojën. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Duhet të jetë më i saktë në asistimet e tija durimi. Shumë afër është Albani që të shënoj për herë të parë. Hajde, shëno Alban. Megjithatë nuk arrin as këtë herë. Skuadra Index Online, 1 minutë e 10 sekonda deri në fund. Edhe një tentim i pasakt. Po hym dal nga dal në minutën e fundit. Hajde, Alban. Pa as një pikë edhe më tej Index Online. Ja tentim. Sa i dam që kanë zhurë. Minuta e fundit pra deri tani. As një shënim për skuadrën e Index Online. Zote. Durimi më shumë është duke kritikuar. 40 sekondat e fundit, ky tentimi i fundit ishte shumë i afërt. Megjithatë të vështirë ka Albani që të qëlloj. Alban, koncentro. 30 sekonda deri në fund. Alban, Publika, ju lutem për pak motivim për Albanin. Së paku një herë të shënoj, 20 sekondat e fundit jemi futur. Shohem nëse do të arri së paku një herë të shënoj Albani. Nuk ka shënim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dhe përfundon garën pa shënuar skuadra Index Online. Një performancë dorë në zemër e dobët. Asistime do. Radhen e ka ekipi Kosova Presit. Dalvesh të shojmë sa është. Leo Trimi është ai i cili duhet të shënoj. Hajde hyp. Teuta Shërben, dërsa Dardani është ai që do ta luhas Leo Trimin. A mos pëtëngojnë që Teut jeni gati, Leo Trim jeni gati? Gati për loj, publiku është gati. Ta presin kandonin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë të shojmë nëse skuadra e Kosova Press do t'jetë më e suksesshme, jemi të sinqert, nuk e kanë edhe as të vështirë, pasi që Index Online nuk qëlloj asnjëherë. Është një garë që ekipit fitues ja sjell 10 pikë. 1 minutë e 45 sekonda i mbesin Kosova Pressit që të shënoj. Së paku një herë dhe do t'i fitoj 10 pikët për t'ju afruar skuadrës lidere deri tani. Një tentim më i afër tani Leo Trimit që quan është shumë afër, megjithatë nuk arrin të shënoj. 1 minutë e 20 sekonda deri në fund. Ja tentimi i radhës. Shumë afër. Megjithatë, pa shënim edhe më tej. Jo shumë. Po i afrohemi minutës së fundit, skuadra e Kosova Press duket më afër që të shënoj.
Shohem se çfarë do të bëj tani Leotrimi. Nuk ka shënim dhe hym në minutën e fundit. Momentalisht pa shënim as njëra e as tjetra. Shpresojmë së paku njerë të shënoj Kosova Pres, të mos e përsërisim këtë garë. Shumë afër edhe këtë herë Leotrimi me tentimin e tij, 40 sekondat e fundit. Ja, një tentim i suksesshëm. Arrin Leotrimi të shënoj. Fal Zotit. 30 sekondat e fundit. Shkojmë me një duar trokitje ti. Motivojmë ta garues që vërtet janë më të saktë, ja dhe shënimi i dytë. Po ja afrohemi 10 sekondave të fundit derisa Kosova Pres e fiton këtë garë. 9, 8, 7. Fitore Kosova Pres me 2 shënime kundër asnjë shënimi të Index Online. Leotrimi ishte i suksesshëm e fitoi këtë garë. Dorim. S'ka ditë me gjykova. Sa s'desha me agjujtë, s'desha me agjujtë. Shumë mirë. Leotrim, urime. Faleminderit njëre. Leotrimi i dhuroj një fitore ekipit të vet. Ta shohim tani rezultatin. Sa jemi afër me rezultat. Garant një pikë ka. Rezultati është 20 me 25 për Kosova Pres. Që është mirë i punë. Fitoria kaloi në ekipin e Kosova Presit. Po, bravo. Një duar trokitje për Leotrimin. Leotrimi e fitoi këtë garë. Ta shohim tani se cila është sfida e radhës. Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një trat 12 cm të zgjerë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë, derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëherë ai e humb lojën. Po në rast se 2 garuesit bimë pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 15 pikë. Lufta me jastëk. Ta shohim edhe këtë sfidë se kush do t'jetë sfidanti kësaj. Leotrimi dhe Albani. Leotrim dhe Alban merrni pozicionet, kapni jastëkat në dorë edhe luftoni pa pikë mshire. Kjo lojë ka goxha pikë. Këtëm pozicion. Alban pozicion atje, deri sa të starton kampionit. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Start! Loja starton. Startojmë me raundin e parë, të shohim kush do t'jetë më i fuqishëm. Leotrimi e fiton këtë raund të parë. Raundi i parë për skuadrën e Kosova Pres. A jeni gati? Start. Startojmë edhe me raundin e dytë. Edhe raundin e dytë apo jo? Do të përsëritet raundi i dytë. Po veç parafërsisht 2 deri në 5 sekonda loja përsëritet. Keni rrotë dytë. Startojmë sërish me raundin e dytë. Përsëritet kjo lojë edhe një herë se kanë rrotë parafërsisht 2-3 sekonda. Kod barabajt. Shohem se çfarë do të bëjnë garuesit në raundin e dytë. Leotrimi duket më i rrezikshëm me goditjet e tija. E fiton edhe raundin e dytë më duket. Skuadra e Kosova Pres. Edhe një herë duhet përsëritet loja. Skifter. Atëre përsërisim edhe një raundin e dytë. Start. Mund të nisni me raundin e dytë. Filloni me raundin e dytë. Pra po e sheni se është një taktik të cilën duhen ta kenë garuesit. Jo vetëm për të goditur, por edhe për të qëndruar në tra. Përsëritet edhe një herë kjo lojë. Raundi i dytë, aty kemi mbetur.
Shohim se kush do ta fitoj raundin e dytë. Leutrimi apo Albani është Leutrimi që e fiton raundin e dytë. A është gjithçka gati për raundin e tretë? Shkojmë edhe me raundin e tretë, publiku, një mbështetje. 3. O, e ke dorën. Përsëritet edhe njerë ky raund. Edhe njerë përsëritet. Leutrimi si duket e ka ruajtur krejt energjinë për luftën me jastëk. Po shihet luftë më e fortë, shohim. Hajde, Alban! Albani ka fituar me këtë raundin e parë për Index Online. 2-1 tani. Alban. Shkojmë edhe me raundin e katërt. Mos e kapi jastëk. Mos i kapni jastëk. Mos e kapi jastëk. Vetëm goditje me jastëk. Hajde, qëta. Hajde, Alban! Shohim se çfarë do të ndodhë në raundin e katërt, kush do ta fitojë këtë garë. Nëse Leutrimi fiton, atër do t'i fitojë edhe tikët. Jo me t'i dur jastëk. Përsëritet, përsëritet. Përsëritet të njerë. Ja, i kap. Ka shumë. Edhe njerë. Nuk duhet t'ja kapni jastëkun kundërshtarit. A jeni gati, këtëm pozicion, Leutrim, pozicion. Gati, gati publiku, gati Leutrimi, Albani. Janë gjithsejt 15 pikë që i ka kjo garë pra. Albani është në rrezik të bie nga trau. Megjithatë mbahet. Albani që është në humbje dhe të dy garuesit prap kanë rënë në të njëjtën kohë do të përsëritet edhe një herë raundi 4. Përsëritet edhe njerë loja. Hajde, Alban. Startojnë garuesit me raundin e 4. Leutrimit i duhet vetëm edhe një, ndërkohë Albani 2. Në pozicion edhe njerë, pozicion. A jeni gati? Gati janë sfidantet, publiku është gati, le ta kallim super sfiden. Shohim se cili do të fitoj për këtyre dy garuesve, është Leutrimi që fiton. 3-1 për Kosova Press, 15 pikë të reja. Alban shumë avre ka. 15 pikë të reja për skuadrën e Kosova Press. 3-1. Adon jashtë. Nuk lumë kësë. Ishte një luft e pa kompromis. Bravo Alban, bravo Leutrim. E pa kompromisa. E pa kompromis. Fitoria është Leutrimin e dhuroj ekipit të Kosova Pressit. Le ta shohim edhe rezultatin, por si duket Kosova Press 40 me 20 pikë. Me hongër, dësh me nënëzër. A keni naj koment për ekipin kundërshtar? Bravo, ma ke rej lojtarin. Lojën tjetër shrije. Ati kapitena sa? Leutrimin e këna që me ushtru që disa vjetë veç për që ditë e këna vritë. Në shalë shumë të E kena zhvillum. Jalshove... Talshoj jastaku se... Jalshoj jastaku. Jalshoj jastaku e Albani. Pra, te presim qka na sjell sfida e radhës. Le ta shohim se cila është aja. Gjeje së mbyllaz. Në kutit e qelshit do të vendosen gjërat të ndryshme, ndërsa garuesit me sy të mbyllur duhet të gjenë se çfarë ka brenda. Garuesit kanë të drejta nuhasin, ta prekin me dorë si dhe ta shijojnë. Lojën e fiton ai i cili gjen më shumë gjëra. Kjo lojë ka 5 pikë. Pra të ndëruar shikus, jemi gati edhe me sfidën e radhës. Kjo sfidi pret dy ekipet. Garuese, Dardani do të sfidohet i pari. Dardani jam e mu. Starto në kutin e parë. Kur t'jemi gati, kandonin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati për Dardanin që të e kuptoj se çfarë ka në kutin e parë, 1 minutë e gjysmë për të. Kafe, sakt. E sakt në kutin e parë, çojmë kutia e dytë. Veget. E sakt.
E qëllon edhe kutinë e dytë, shojmë kutia e tretë për Dardanin. Lepur. 1 minutë e 10 sekonda, Lepur e qëllon edhe të tretën. Dhe ja e katërta. A me shiu? Majonez. Dhe qëllon me 1 minutë e 3 sekonda para fundit. 1 minutë e 3 sekonda para fundit, një rekord I ri në super sfid. Bravo, Shumë I shpejt, bravo Dardan. A muj me marë? Bravo Dardan, mundesh me marë edhe në shpejt. Bravo, Dardan. Tani e ka radhen sfiduesi I Index Online. Qofse I gati, po këtë ki kutinë e parë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shojmë a do të arrit durimi ta fitoj së paku lojën e parë. Është në kutinë e parë, 1 minutë e gjysmë për të. Duhet t'i përfundoj të gjitha brenda 27 sekondave. Gjenë në kutinë e parë se çfarë ka. Kutia e dytë. Sugjok. E gjenë edhe të dytën, e treta. Shkojmë me të tretën. Orez në ashta. Orez e sak. E gjenë edhe kutinë e tretë, ja e katërta. Ashtë pula gjenë. Pula për durimin me 3 sekonda më vonë se sa ekipi Kosova Press. Me 1 minutë para fundit durimi arrin që t'i zbuloj të gjitha përgjigjet. Skuadra e Kosova Press ishte më e shpejt. Bravo. Fitore për ekipin e Kosova Pressit. Rezultati është 20-45 për Kosova Pressin. Një duar trokitje. Jemi gati edhe për sfidën e radhës. Le ta shohim se cila është sfida e radhës. Po kthehemi nga kjo hapësirë publicitare, të nderuar miq, jemi në emisionin më të ri Super Sfida. Para nesh na pret një sfid, ha pa mos dhe ha shpejt. 2 garuesit do të garojnë në këtë sfid. Ai është Arsimi dhe Dardani. Ta shohim se cili po ha më shpejt edhe cili po ha më shumë. Renditja prej atjet. Ajo në masia e njëtë spesave. Bashkëlojtar keni drejt me ndihmu me shërby. Vetëm kujdes mos ja shkyni gojë. Loja po fillon për 5, Me dorë. 4, 3, 2, 1. Gati! Loja starton. Çdo gjë është gati, pra 2 minuta e gjysmë për të dyja skuadrat. Të shohim se cili prej 2 garuesve do të jetë më I shpejt në këtë që është lojë që e tregon fuqinë e nofullës dhe shpejtësinë e përtypjes. Edhe më tej është në një farloj avantazhi të vogël. Arsimi 2 minutat e fundit. Për kraje e madhe për Arsimin, për skuadrën e Index Online, derisa Dardani ka mbetur të pasta e Arsimi është e pjata e tretë. 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Momentalisht është Arsimi ai që po prin. Është e pjata e tretë, vazhdojmë me përkrajen publiku. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Ja dhe strategjia e Dardanit në një shpejtësi maksimale e përfundon pjatën e tretë. Shikojni se çfarë rivaliteti është ky. 1 minutë e 10 sekonda deri në fund. Kush do ta fitojë këtë sfidë? Arsimi arrin të tortja të pjata e 4. Edhe më tej, Dardani është e pjata e 3. Ja tani ka përfunduar dhe do të vazhdoj të pjata e 4, derisa Arsimi është në përfundim. 45 sekonda deri në fund. Kush është më I shpejt nga këta 2 garues? Cili do t'i fitoj pikët nga kjo garë?
Arsimi apo Tardani? Shumë afër është Arsimi, shikojnë se çfarë. 20 sekonda deri në fund. Arsimi t'i ka mbetur vetëm edhe lëngu për ta përfunduar këtë sfidë. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Është Arsimi ai që ka fituar. Baroj edhe kjo sfidë shumë interesante, hapa mos dhe ha shpejt. Arsimi ishte ai që fitoi. Jeni gati për sfidën tjetër? Gati janë dy ekipet, gati edhe publiku, le ta shohim se cila është ajo. Vozitja. Njëri nga garuesit duhet të vozis në për një shteg të vështirë me shumë kthesa. Gara zgjat nga starti deri në fund të shtegut dhe nga aty garuesit duhet të kthehen përsëri në pikën startuese. Koha nuk është e limituar. Garën e fiton ekipi më i shpejt. Kjo lojë ka 15 pikë. Sfida e radhës është vozitja. Ta shohim se kush do të sfidon në këtë garë. Nga ekipi Durimi. Shkojmë Durim në studio numër 2. Sfiduse. Motori është duke të pritur. Brn. Veç pak. Hajde. Durimit i duhet një mbështetje vetëm të starti. Ta presim vetëm edhe instruktorin deri sa të njofton pak me rregullat e motorit. Veç pak, alëzëm të mu shkja veç e shtëngë, kështu, a? Po, veç e shtëngë, ishtë të përkon motorit që shtë nder gas. Jo, me gas e kërse. Jemi gati për sfidën Për para mbrapa. e vozitjes. Veç e tite, Po, pëjti. Durim je gati? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Niset Durimi, të shohim se cila prej këtyre dy ekipeve do t'jetë më e shpejt në këtë garë, që ka të bëj paksa me shpejtësinë, mirë po dhe me mënyrën se si vozit njëri dhe tjetri. Është Durimi i pari, i afrohet kthesës së dytë Durimi, të shohim se si do t'arritë e kapat kthes. Mjaft mirë, i afrohet edhe pengesës Durimi. Deri tani 33 sekonda për Durimin, që është shumë afër të e përfundoj rrethin e parë. Afër rrethit të parë, derisa afrohet pengesës, 45 sekonda për Durimin, që duhet ta vazhdoj edhe rrethin e dytë. Shohim se çfarë shpejtësie do ta kaloj rrethin e dytë tani, sigurisht më shpejt për Durimin. Shkoj me një duar trokitje publiku. Një motivim për skuadrën e Index Online, që e startoi mjaft mirë garën, mirë po në fund ngeci. I afrohet fundit. Të shohim se çfarë kohë ka arritur Durimi. 1 minutë e 15 sekonda për Durimin. E tani do të shohim nëse ekipi Kosova Press do t'jetë më i shpejt. Nga ekipi Kosova Press, Teut Urna. Durim, bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit që i ke gra ka dalë. Durim, 2 lojë, Teuta ka fitu për ti. Qose fiton edhe këtë lojë. Përfundove. Ma mirë, mos shko heshin Index Online. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Niset edhe Teuta, ta shohim se çfarë shpejtësie do ta kaloj këtë shteg Teuta e Kosova Pressit, që po i afrohet kthesës së parë të vështirë. Mjaft mirë, duket se ka kaluar këtë kthes, ka nevojë që të kthehet pak prapa dhe do t'i afrohet pengesës së parë Teuta. Ja ku është afro pengesës së parë, mjaft mirë kalon atë. Shumë e shpejt në këto kthesa Teuta. Ka kaluar 32 sekonda, tashmë ta shohim se çfarë shpejtësie kalon rrethin e parë. 37 sekonda për Teutën.
Teuta duket më shpejt se Durimi. Duket nëse do të vazhdoj me këtë tempo, Teuta do ta kaloj Durimin për herë të tretë, edhe një herë duhet kthehet prapa. E ka kohën mjaft të mirë. Tani afrohet sërish pengesës Teuta. 59 sekonda. Të gjithë janë duke bërë tifo për Teutën që është afër. I ndalet pak sa motori. E nis sërish. Dhe është afër që të e përfundoj këtë sfidë, megjithatë me një kohë më të dobët se sa Durimi që shpëton këtë herë. 1 minutë 27 sekonda për Teutën, e cila në fund për 12 sekonda ishte më ngadalshme se Durimi. Teut, hajde, jem krenar. Teut, po te fat. Teut, Mu ka nal. hajde. Mos të nalë A të kemi përsëritëm edhe një harë si u kanal. Bravo, mos të nalë. Këtë fitore, kjo sfidi i takon Durimit, Durim, bravo Durim. Për pak e të mujt veç, për pak. Fat për ty. Po. Pra, fitoria i takon ekipit të Index Online. Rezultati është 20-25 për ekipin e Kosova Presit. Të ndëruar miq, të ndëruar shikues, ju që po na ndiqni nga ekrani, edhe ju të gjithë të pranishëm këtu, e sidomos dy ekipet garuse, ju falinderit për këtë show që na sollet. Ne u dam të kënaqur, besoj edhe ju shikues të dashur, edhe sfidantët tonë kam përshtypje që janë darë të kënaqur. Atëherë ne po ndahemi këtu deri në javën e ardhshme. Natën e mirë. Shihemi përsëri.